Profesor, është për ju shqetësim mbijetesa nga këto dallë të aleancës së NATO-s, apo e shihni që janë krisje dhe janë retorik politike më shumë? Ka dy momente që duhet. Momenti i parë ka të bëjë me faktin se ne ende nuk e dim strategjinë e zotit Trump. Taktikat i shohim çdo ditë, retorikën e dëgjojmë çdo ditë, dhe kjo në fakt e cënon, si thuash, forcën dhe autoritetin e NATO-s, por nuk dim se cili është qëllimi kryesor. Është qëllimi kryesor që ta bëj Moskën të besoj se duhet të merren vesh të dy fuqitë e mëdha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, për të dhënë fund konfliktit në Ukrainë, luftës në Ukrainë, apo është qëllimi kryesor të krijojë një boshtë aleance të re në një rend të ri botëror që mund të vijë mbas gjithë këtyre konflikteve. E përmendi dhe Dorandi pak më herët si tezë. Se të dyja janë opsione. Ne nuk e dim se cili opsion do të, por gjithsesi Europën e ka vënë në vështirësi. Europa nga ana e saj është e përqarë. Ne dim që francezët nuk mendojnë njësoj si gjermanët. Nuk mendojnë madje as njësoj si anglezët. Po kështu italianët mendojnë ndryshe nga të i palet. Spanjollët janë krejt tjetër. Spanjollët janë krejt tjetër. Polakët janë në një linjë akoma ndryshe nga të gjithë këta. Dhe mos koordinimi, mos bashkimi, në 20 vetëm, i fuqive europiane e dramatizon çështjen akoma më shumë, sepse kemi një diskordancë ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europës si subjekt tërësor, por kemi edhe një mosbashkëpunim ndërmjet vendeve europiane nga ana tjetër. Dhe kjo e bën shumë fragile aleancën euro-atlantike të NATO-s. Në këtë kuptim, mendoj që Ukraina është në vështirësi. Është në vështirësi dhe vërtet ka shanse që të jepet mundësia Kremlinit të ndërmarrë një aventurë ushtarake në shkallë të gjerë dhe të përparojë në zona dhe teritoret të ndryshme të Ukrainës. Çka do të thotë se zgjidhja në fund do të jetë pro-Rusis, kundër Ukrainës, dhe goditja do të jetë për Europën. Ne nuk dim pastaj nëse arrihet paqja në Ukrainë, se çdo të ndodhë mas 7-8 vitesh, sepse ne kemi parë që 2004 kishte trazira në Kiev dhe në Ukrainë. Në 2008 pati trazira në Gjeorgji dhe me Osetinë e Jugut dhe me Abkhazin. Ne e dim që pastaj 6 vite më vonë, 2014 u aneksua Krimea. Dhe në 2021, po ashtu 7 vite më pas, ndodhi në 2022 ose 8 vite më pas, sulmi ndaj Ukrainës. Çfarë strategjie do të ndishet më vonë? Ne nuk e dim. Do të krijohet mundësia që Rusia të sulmojë një shtet antar Bashkimit Evropian apo jo? Profesor, ju shihni një largim të aleatëve Europës nga njëra anë dhe Shteteve të Bashkuara, pra një tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga Europa, për të qenë më i saktë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të gjithë të drejtën e Zotit të tërhiqen nga Europa.